Administrata e Bashkisë së Vlorës si dhe administrata shtetërore në qytetin bregdetar kanë qenë të ftuar dhe kanë ndjekur nga afër mbrëmjen e së premtes një koncert luksi në lungomare. Koncerti Tingujt e një nate vere është shijuar nga partia e qytetit në një nga zonat më turistike në kulmin e sezonit turistik, nën dirigjimin e maestro Oleg Arapit. Orkestra simfonike, teatrit kombëtar i operas dhe baletit interpretuan një repertor të zgjedhur, duke i dhuruar publikut që përbëhej nga administrata e Bashkisë së Vlorës si dhe administrata shtetërore një mbrëmje të paharrueshme luksi me taksat e qytetarëve. Në skenë u ngjitën sopranot Remisa Laçka dhe Nina Muo, si dhe tenori i mirënjohur Josif Gjipali. Nina Muo u shpreh se rikthimi në Vlorë sjell emocione të veçanta, ndërsa falenderoi publikun për mikpritjen dhe vlerësimin ndaj muzikës klasike. Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi e veçantë gjithmonë që të ndodhesh në Vlorë, në shtëpinë time, sidomos në sezonin veror dhe ku më bukur se sa në një pamje pranë detit. Është një koncert i jashtëzakonshëm sepse jemi tre artistë të muzikës klasike tashmë të promovuar dhe për mua është kënaqësi e veçantë që do të ndaj skenën me ta. Është një repertor shumë i bukur që do të luhet, do të na bashkangjitet orkestra e teatrit kombëtar të operës dhe baletit me dirigjent Oleg Arapi. Nina, si është publiku i Vlorës? Çka ka ndryshe publiku i Vlorës? Publiku i Vlorës është i jashtëzakonshëm sepse e don shumë artin. Dhe jo vetëm që e ndjen atë, po ka gjithmonë sa herë që unë kthehem shoh që interesi është gjithmonë i shtuar dhe janë të etur për të parë muzikë apo koncertet realizuara me cilësi. Tenori Josif Gjipali tha se koncertet në hapësira të tilla i afrojnë artistët me publikun dhe bëjnë muzikën klasike më të prekshme për të gjithë, duke e cilësuar Vlorën si një qytet me kulturë dhe dashuri për artin. Është një kënaqësi dhe shpresoj që ky sezon të jetë sa më i mbushur me aktivitete, pasi njerëzit e dim të tërë tashmë nuk kanë më nevojë vetëm të lahen në det dhe të rinë në diell, por kanë nevojë për aktivitet, për t'u argëtuar dhe për gjithçka tjetër. Kemi disa plane për të ardhur edhe kemi mbështetjen pa diskutim të bashkisë dhe të gjithë instancave drejtuese dhe nuk dua t'i zbuloj tash t'i lëm surprizë, po kemi dhe gjëra tjera të bukura gjatë sezonit. Koncertin në lungomare u shijua nga administrata e bashkisë dhe administrata e institucioneve të shtetit, që të premte në mbrëmje i shpëtuan për disa orë vapës përvëluese, duke u freskuar me ajër të pastër përballë detit.